Do të flasim për shëndet tani. Kam përshtypjen që një pjesë e mirë e jona, e juaja gjithashtu, këtë 5 vjeçarin e fundit, dhe them 5 vjeçarin e fundit duke marrë parasysh edhe periudhën e COVID-19, filloi të prezantojmë një gamë të gjerë të vitaminave apo suplementeve. Ndoshta më parë shumë pak prej nesh i njihnin dhe shumë pak e dinin nevojën që organizmi kishte. Dhe sot do të përqendrohemi tek magnezi që kemi filluar të njihemi me të, shpesh mjekët e rekomandojnë në formën e kapsulave apo suplementeve të jashtme, por ajo që paralelisht thuhet është se mënyra më e mirë është që ta përftojmë atë nga ushqyerja jonë, nga regjimi ynë ushqimor. Sigurisht duke ditur se cilat janë ata produkte ushqimore që kanë një përmbajtje të lartë të magnezit. Dhe këtë kush do të na tregoj? Alken Truko që rikthehet në këtë studio me të gjithë gamën e tij të informacioneve. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. E përmendesh shumë, dhe këni si dhe për mua. Faleminderit. E përmendesh shumë mirë përsa i përket rëndësisë që trupi jon ka nevojë për minerale dhe për vitamina të ndryshme, dhe magnezi si një mineral i vogël në sasi, le të themi, por me rëndësi shumë të madhe në metabolizmin tonë, duke qenë se ai merr pjesë në pothuajse në të gjitha reaksionet metabolike. Dhe shpeshherë në vlerësojmë dhe nuk e dimë se sa i rëndësishëm është ai, dhe mungesa e tij në fakt ose ulja e niveleve të magnezit mund të shkaktojnë probleme me vërtet serioze në metabolizëm. Shpeshherë ne shohim produkte ushqimore si dhe këto që kemi në tavolinë dhe i analizojmë vetëm si disa produkte që kanë proteina, karbohidrate apo yndyrna, por shpesh harrojmë që për të metabolizuar këto 3 elementë së bashku na duhen mineralet dhe i tillë është magnezi. Pra, ne nuk mundet të shfrytëzojmë këto burime energjie pa prezencën e këtij minerali. Magnezi në fakt si një mineral merr pjesë në rreth 600 reaksione të ndryshme metabolike dhe do duheshin rreth 30 emisione nga 15 minuta secili për të folur për secilin prej këtyre funksioneve të magnezit, sepse realisht është një mineral gjithëpërfshirës dhe multifunksional, le të themi. Ai është një nga ato elementet më të rëndësishme, unë e përmenda në rolin e si kofaktor, pra merr pjesë në metabolizimin e këtyre makroelementëve, por është dhe një temë aktuale tashmë, sepse jemi dhe në një stin pak më të ngrohtë, të gjithë ikin në palestër, duan të bëjnë trupin e tyre, marrin këshilla, konsumo proteina tepër, do ul karbohidratet, mos sa shumë yndyrna, që okay, deri diku janë këshilla të vlefshme, por harrojmë që ne kemi nevojë për magnezin në mënyrë që muskuli të relaksohet, në mënyrë që ato spazmat muskulare apo prodhimi acidi laktik mos të jetë në atë sasi aq të lartë, në mënyrë që rikuperimi të jetë më i lehtë dhe çdo gjë tjetër. Dhe meqense se përmenda muskulin dhe aktivitetin fizik, muskuli jon aty ne kemi glikogjen, që është një formë e glukozës, le të themi, depozituar në formën e glikogjenit, por përveç glikogjenit kemi edhe një organel që është mitokondria. Mitokondria është, le të themi, termocentrali i energjisë që na prodhon, le të themi, gjithë stimulin ton, gjithë energjinë ton ditore. Dhe ajo prodhon një molekulë energji që quhet ATP ose adenozin trifosfat. Dhe një fakt interesant për sa i përket mitokondrive është që ata trashëgojnë vetëm nga nëna. Pra babai nuk merr fare pjesë në trashëgimin e mitokondrisë. Pra gjithë energjia jon, pra praktikisht lëvizjet që bëjmë, mendimi etj dedikohet vetëm faktit që nëna na e ka trashëguar këtë organel. Por ATP-ja nuk mund të formohet, nuk mund të prodhohet në sasinë e dur nëse në metabolizmin ton ka deficienca të magnezit. Dhe prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Dhe le të themi si një mineral merr pjesë në shumë cikle të ndryshme, pra në cikël hormonal, në cikël menstrual, merr pjesë në procesin e detoksifikimit të mëlçisë, merr pjesë në lëvizshmërinë dhe shëndetin e zorrës së trash, dhe prandaj kemi nevojë edhe për produkte ushqimore, se fola për arsye nga më të ndryshme që pse është i rëndësishëm magnezi, por ku e gjejmë atë? Patjetër tek produktet ushqimore. Okej, dhe fillojmë përmendimin një herë. Po, përmend edhe suplemente pak më përpara, por suplementet kryesisht janë në format e kriprave, pra oksid magnezi është forma më e përdorshme e suplementit të tij, por ajo nuk është shumë e përthishme, ndryshe nga produktet ushqimore që ne kemi përballë. Dhe kompania Neranzi bën gjithmonë një punë fantastike për gamën e madhe të produkteve dhe nisim me legumet. E kemi vënë re që në çdo emision unë ato i kam marrë me vete dhe asnjëherë nuk i kam lënë me një, sepse janë realisht një produkt ushqimor shumë fantastik, versatil dhe le të themi
Më përpara kategorizoheshin si një nga ato produktet e lira që ishin vetëm për shtresën e varfër, por le të themi që mund t'i kategorizojmë edhe si super ushqime, sepse realisht kanë shumë vlera të larta ushqyese. Duke nisur që nga fibrat, por dhe sasinë e lartë të magnezit që ato ofrojnë. Përveç kësaj, që kemi paketime nga kompania Neranzi si thjerëzat e kuqe, fasolën e kuqe apo supën e fshatit, kemi edhe disa, le të themi, produkte prej këtyre legumeve që mund të jenë ose filizat në konservë të tillë, ose humusi. Të dyja këto janë fantastike, sepse filizat pikëspari duke qenë se nga vetë emri filiz, ajo nënkupton një nisje të re, pra një gjenezë e re, dhe normalisht vlerat ushqyese janë shumë herë më të larta, ose ndryshe biodisponueshmëria e të gjithë elementeve të mundshëm të përthishëm që ne mund t'i marrim për këtyre produkteve ushqimore. Ndërsa humusi, ndryshe nga të gjithë të tjerat, ka edhe disa elemente të tjerë, si vaj ulliri, ka element si limoni, ka element si fara e susamit, të cilat janë fantastike dhe për acidet e tyre omega-3 që ato i përmendin. Në fakt, këto janë produkte shumë të mira, por një mangësi do duhet ta kenë patjetër. Se nuk mund të themi që është një produkt perfekt nga një magjibërës dhe i ka të gjitha, patjetër. Mangësia e këtyre patjetër qëndron tek proteina. Duke qenë se janë produkte me origjinë bimore, nuk janë proteina të plota. Dhe kështu, le të themi aminoacidet që mungojnë janë ato aminoacidet që drithrat shumë mirë i kompensojnë. Dhe prandaj gjithmonë i rekomandojmë që konsumimi i legumeve të bëhet kryesisht me kombinim me një drithë të caktuar, që në këtë rast unë kam përzgjedhur orizin e zi dhe orizin integral. Kombinimi i oriz me fasule që është më i përmenduri, shpesh është konsideruar si ushqimi të varfërve, por është një kombinim perfekt, shumë i mirë, ideal për të marrë të gjithë sasinë proteinike që trupi jon ka nevojë. Pra bën një proteinë të plot në mangësi të qoftë kushteve ekonomike apo dhe thjesht atyre gjërave që na gjenden në shtëpi. Dhe përveç faktit që komplementojnë njëra tjetrën në profilin e aminoacideve, gjithashtu janë shumë të pasura me magnez. Pra orizi zi edhe orizi integral ka një sasi relativisht shumë të madhe të magnezit. Çfarë e bën në fakt shumë të lehtë edhe për ta marrë, sepse 100 gram kryesisht ne konsumojmë gjithmonë oriz, që në momentin kur e zim janë diku te 280-290 gram prej tij, dhe është prapërsisht një pjatë sa ne konsumojmë. Kështu që është shumë e mirë për ta përfshirë në dietën tonë. Gjithashtu janë shumë të pasura edhe me minerale të ndryshme si hekur ose edhe mangan, që hekurin e dim shumë mirë që merr pjesë në transportimin e oksigjenit në gjakun tonë, i cili lidhet me hemoglobinën. Kalojmë, po, është gjithmonë koha nuk na premton në fund. Janë produktet e sojës. Atëherë, soja në fakt është një produkt shumë versatil, shumë interesant, e cila ofron dhe 9 produkte të ndryshme. Fillimisht kemi qumshin e sojës, aty ku nis e gjitha, le të themi, dhe prej qumshit të sojës ne marrim edhe tofun, që është pak a shumë i njëjtë procesi me formimin e djathit, por kemi tofun në vend të djathit. Dhe kompania Neranzi e sjell në 2 versione të ndryshme, në tofu me teksturë, le të themi, të butë, pra një lloj si i djathi danez pak a shumë që është i shkrifët, dhe në tofun pak më të ashpër, 2 versione të ndryshme, sepse tekstura është çfarë na lejon neve të kemi një, le të themi, regjim ushqimor më të këndshëm ndryshe, sepse dhe ushqimi është një eksperiencë në fund ditës. Patjetër. Produktet e sojës të gjitha janë me sasi shumë të lartë të magnezit, dhe përveç këtyre të trejave kemi edhe proteinat e sojës për të gjithë ata individ të cilët kanë dëshirë të ndjekin një regjim ushqimor me yndyrna të ulta, me pak kalori, nuk duan që të konsumojnë, le të themi, shumë karbohidrate. Soja është ai produkti perfekt për këta, le të themi, i përqafon të gjitha nevojat që këta individ kanë. Dhe përveç kësaj, dua thjesht të them një diçka për sojen. Individët të cilët kanë probleme me sistemin renal, që kemi përmendur pak dhe emisionin e kaluar, mund të kenë pak kujdes nga konsumimi i saj, duke qenë se produktet e sojës kanë një sasi, le të themi, relativisht të lartë të oksalateve, por të gjithë individët e tjerë patjetër që mund ta konsumojnë lehtësisht pa problem fare. Dhe duke na ofruar edhe këto sasi të magnezit, soja në fakt rekomandohet shumë për gratë në periudhën e menopauzës. Duke qenë se kemi disbalancime hormonale gjatë periudhës së menopauzës dhe magnezi është një ndër ato elementet kryesorë. Në fakt, sidomos gratë në atë periudhë kanë deficienca të magnezit dhe si të tilla kemi dhe ndikime në sistemin nervor, duke qenë se magnezi është një, le të themi, element kryesor për
funksionimin mirë të receptorëve për neurotransmetuesit. Folëm dhe për neurotransmetuesit emisionin e parë, pra lidhen të gjitha së bashku me njëra tjetrën. Siç është ushqimi që lidhet me njëri tjetrin. Vërtet, siç është organizmi që funksionon, nuk mund të marrën veç mas patjetër. Atëherë, neurotransmetuesit që kryesisht magnezi ka për dorëzim në thonjza, le të themi, është GABA ose acidi aminobutyrik që ishte përgjegjës ai, le të themi, ndryshe frenat e dorës së sistemit tonë nervor, që na qetëson në situata stresuese shumë të larta. Dhe sasitë e larta të magnezit i bëjnë këta receptorë të funksionojnë më mirë, pra i hapin dyert për receptorin GABA në mënyrë që stresi mos të jetë aq shumë prezent. Dhe në periudhën, sidomos gratë në periudhën e menopauzës, magnezi është miku i tyre më i mirë. Përveç kësaj pjese, produktet e sojës të gjitha janë shumë të pasura me një element i cili është fitoestrogen. Dhe përse shërben? Nga vetë emri, fitoestrogen, fito do të thotë që vjen nga produkte bimore dhe estrogen imiton, le të themi, molekulën e estrogenit. Si burrat, si gratë, në metabolizmin e tyre, pra në sistemin ton, kemi dy hormonet të ndryshme, pra estrogen edhe testosteron. Testosteroni është hormoni mashkullor, ndërsa estrogeni është hormoni femëror. Dhe edhe gjatë momenteve të ciklit menstrual të cilët femrat e kanë, por edhe gjatë periudhës së menopauzës, këto dy hormone janë në disbalancim me njëra tjetrën. Çfarë shkakton më pas ato, le të themi, episodet e stresit ose episodet mbi ngrënies ose episodet nga më të ndryshme manifestime. Çokoladë sot në studio për shkak se këtu më shkoj mendja. Ndaj ka sjell çokoladë. Dhe do kaloj edhe te çokolata dhe duke qenë se të gjitha këto produktet e sojës kanë fitoestrogen, fitoestrogeni imiton molekulën e estrogenit, duke u sill si i tillë dhe duke risill balancën përsëri tek gratë gjatë periudhës së menopauzës, por edhe gjatë periudhës së menstruacioneve. Kështu që janë fantastike për të përdorur dhe shumë të lehta, versatile. Duke qenë se kemi larmishmëri, qoftë qumës, qoftë djathin që është tofu në këtë rast, apo proteinat e sojës që mund t'i përdori në një supë, në një smoothie, apo edhe për të bërë bukë në fund të ditës, me sasi proteinike më të lartë. Dhe me qenë se folën për stresin edhe për periudhën e menopauzës, edhe për ciklin menstrual, prandaj kam sjellë edhe çokoladën dhe e kam sjellë në këtë sasi kaq të madhe për të theksuar faktin. Ndoshta nga ekrani duket një paketim normal, po ja, kur plani të largohet do të ngrej një thes me çokoladë. Shikoni sa na ka sjellë. Po 3 kile. Okej, për gjithë vitin. Okej, dhe më the para se të fillonim, nuk e kam sjellë pa qëllim në paketim të madh për të shuar ato mitet se çokolada bën dëm. Por ama kjo çokoladë nuk bën dëm, dhe ka çokolada Valerona nga kompania Nerante. Atëherë flasim mirë për cilësinë e çokoladës. Çokolada Valerona është një nga çokoladat më të mira në të gjithë botën, ka një cilësi shumë të mirë. Për hir të faktit sepse vetë mënyra e prodhimit të saj është nga një origjinë e vetme. Pra nuk kemi kombinime të ndryshme nga origjina e varietete të ndryshme, por sigurohemi për cilësinë nga pika A deri në pikën e fundit të linjës së prodhimit. Dhe si një produkt ushqimor, patjetër që ajo ofron kalori dhe miti më i madh është që çokolada e zezë ka më pak kalori se ajo me sheqer dhe kështu që duhet të konsumojmë të zezën më tepër. Por në fakt çokolada e zezë ka më tepër kalori se sa çokolada normale dhe mund të mendojmë që si ka mundësi sepse kjo është më e shëndetshme. Patjetër që është më e shëndetshme sepse jo gjithmonë kaloritë janë në linjë të drejtë me vlerat ushqyese. Prandaj gjithmonë këshillojmë mos u fokusoni tek kaloritë, por fokusoni tek vlerat ushqyese, tek densiteti nutritiv. Dhe çokolada e zezë, si e tillë me një densitet goxha të lartë nutritiv, i ofron të gjitha vlerat ushqyese, duke nisur dhe nga teobromina që është shumë e mirë për oksigjenimin e gjakut në tru, por ka dhe sasi shumë të lartë të magnezit. Dhe kjo sasi e lartë e tij në fakt na e bën shumë të lehtë përfshirjen e saj në dietën tonë. Në fakt ne gjatë ditës tonë marrim 2 shembuj, meshkuj dhe femra, nga mosha 18 vjeçare deri në moshën 30 vjeçare për meshkujt sasia e magnezit që duhet të konsumojmë në ditë është diku tek 300 mg, për femrat është akoma edhe më pak, ndërsa në rastet kur kryejmë aktivitete fizike, nga meshkujt 18 deri në 30 vjeç duhet të konsumojmë deri 400 deri në 500 mg magnez në ditë, ndërsa për femrat 300 deri në 400 mg maksimumi. Dhe të gjitha këto produkte së bashku minimalisht ofrojnë diku tek nga 100 deri tek 300 mg magnez për 100 gram prej tyre. Prandaj është shumë e thjeshtë për ta marrë këtë sasi të magnezit. Na bëre të hapim makinë llogaritë tani.
Frutat e thata që edhe këto janë pothuajse të gjithmonshme në tryezën tonë ku bëjmë biseda. Vetëm një këshill për sa i përket frutave të thata, kompania Ranzi ato i sjellin këto paketimet e lezetshme, patjetër që kemi edhe paketimet e mëdha, pra me kile, por këto paketimet janë shumë të lehta dhe të thjeshta për të marrë me vete, duke qenë se paketimet xhepi këto. Po, paketimet xhepi. Duke qenë se kanë edhe gramaturën shumë të lehtë për ta identifikuar se sa konsumojmë. Minimalisht kanë diku tek 60 gram secila dhe doza ditore e rekomanduar është 30 gram. Dhe prandaj ne mjafton që të ham vetëm gjysmën për atij paketimi dhe i kemi të sigurt që kemi marrë sasinë e dur pa patur nevojë që të përdorim një peshore. Ndonjëherë këto gramaturat na krijojnë një lloj konfuzioni dhe shpesh ju na orientoni me kokra, për shembull 10 kokra ndaj jave. Okej, më vjen mirë që i përmendëm të gjitha brenda edhe minutazhit që kishim, gjithmonë me shumë vlerë të gjitha informacionet që na sjell në këtë studio dhe për këtë falenderoj shumë. Me shumë kënaqësi. Kënaqësia e gjitha imja. Kemi marrë goxha këshilla sot, kemi mësuar, jemi prezantuar edhe me produkte ndoshta jo fort të njohura siç është dhe djathi tofu për shembull që kishim në studio. Të gjitha këto i gjeni në Ranzi, provojini, do të ndjeni jo vetëm ndryshimin në organizmin tuaj, po do provoni dhe shije të reja, do zbudoni edhe produkte që ndoshta më parë nuk i keni ditur që ishin në treg. Ndahemi tani nga Vila 24.